O ju vëllezërit e mi, Allahu xhallahu ala e ka vendos, jemi ende tek rëndësia dhe vlera dhe pesha e madhe e akides dhe këtij besimi që vetëm na i ka falë Zoti, elhamdulillah rabbil alamin. Në qoftë se i qasemi librit të Zotit xhallahu ala, do të shohim se ajeti i parë i cili urdhëron për diçka në librin e Allahu xhallahu ala është ajeti i cili urdhëron për akiden dhe besimin dhe njohurinë e Allahut. Allahu xhallahu ala, pra nëse e marrim surën Fatiha, nuk ka asnjë urdhër për urdhërat e Allahut. Nëse e fillojmë ta lexojmë surën Bekare, do të shohim se ajetin e parë ku Allahu xhallahu ala në formë urdhërore po na urdhon diçka, është ajeti ku Allahu thotë ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. O ju njerëz, pra qofshi ju musliman apo ju musliman, adhurojeni Zotin e juaj, i cili ju krijoi ju dhe ata të cilët ishin para jush, kështu që ju të bëni të devotshëm. Pra urdhëri i parë që i ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga ana e Allahu xhallahu ala në librin e tij, dhe që ne kur e lexojmë hasim atë është adhurojeni Allahun subhanahu wa taala. Dhe ne e dimë ju vëllazën se Allahu kur urdhëron diçka, urdhëron për diçka që ka vlerë dhe që ka peshë. Pastaj ndalesa e parë në qoftë se lexoni librin e Allahu xhallahu ala, do të shihni se ndalesa e parë në Kur'an është ku Allahu xhallahu ala thot wal fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Mos i bëni ortak Allahu kur ju e dini. La ilaha illallah. Urdhëri i parë është adhurojeni Allahun. Ndalesa e parë mos i bëni Allahut ortak dhe shirk. Vëllazën, ndoshta ne na duket edhe thjesht, edhe ndoshta edhe e recitojmë edhe e këndojmë elhamdulillah ne jemi besimtar. Mirë, po jo rastësisht vëllezërit e mi, Zoti ju ruaj dhe mëshiroft. Po na tregon Allahu xhallahu ala se pe mësimeve dhe këshillave të pejgamberëve të Allahut para nesh kanë qenë drejtuar fëmijëve të tyre, adhurojeni Allahun dhe mos i bëni shirk atij. Shirku i vëllazën është diçka shumë e fshehtë, që çdo njeri prej nesh mund të bie në atë edhe pse nuk e dije. Mirë, po do të vjen një ditë që do të kërkojmë të kthehemi edhe një në jetën e kësaj dhunjaje, por kthima nuk ka. Allahu na tregon në gjuhën e Luqmanit alayhi salatu wasallam se këshillën e parë që ia dha djalit të tij, ya bunay la tushrik billah, o birim, mos i bësh shirk Allahut, inna ash-shirka la dhulmun adhim, se me të vërtetë shirku është mëkati dhe zullumi dhe padrejtia më e madhe. E vëllazën, u mendoj që është duke na ish shirku në shtëpia tona. A e keni pas se fëmijët tonë e njohin më mirë Mesin dhe Ronaldo se sa e njohin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Wallahi po i dëgjojnë fëmijët tonë se thoton e du Messi, tjetri thoton e du Ronaldo, edhe pse ndoshta i ka 2 vjet. Si ka mundësi, më thënë, në akiden e besimit tonë të dum qafirët dhe pabesimtarët? Allahu te bareke ve teala na i ka ndaluar një gjë të tillë ndaj të afërve tonë, më të afërt. Po ti respektojmë ata dhe ti nderojmë. Mirë, po dashuri nuk i shfaqin vetëm atyre që kanë iman dhe tauhid. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se njeriu nuk e do ta arrijë besimin e vërtetë dhe ëmbëlsinë e imanit derisa ta don Allahun dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të urren atë që urren Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa kjo është vetëm një sekuel, diçka shumë e thjeshtë ju vëllazën për ta kuptuar se çështja është shumë e rrezikshme vallahi. Për këtë arsye thirrja e ulemave dhe pejgamberëve para nesh, pastaj edhe ulemave vazhdimisht, edhe fokusi i tyre në besimin dhe në akiden dhe tauhidin, kjo është pasi është çështje shumë e madhe vallahi. Mund të dalim nesër para Allahu xhallahu ala dhe të ringjallemi para Allahut me filanin edhe alanin, edhe pse ata kur hyjnë në lojën e futbollit fillimisht të bëjnë kriqin, Allah na ruaj ya rabbel alamin. Për kjo ndoshta aludon se aq shumë është zbeh besimi dhe akidja në zemrat e çdo njeri për ne, saqë ndoshta edhe dikush që thotë çka thot hoxha. Allah na ruaj ya rabbel alamin.